إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndërimi qoftë Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamet na dërgojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, dhe të gjithë atyre që pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, në hutbën e kaluar folëm për shembullin e mirë dhe modelin e mirë që duhet ta kemi parasysh. Dhe te ky model dhe te ky shembull folëm se kush janë ata shembuj dhe kush janë ata njerëz që ne duhet i pasojmë, pra prej pejgamberëve të Allahut, prej sahabëve, prej dietarëve dhe njerëzve të mirë, Allahu na bëj për njerëz të mirë. Ndërsa sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala do flasim për të kundërtën e shembullit të mirë. Pra, do flasim për shembullin e keq dhe modelin e keq. Kjo në mënyrë që të kemi mundësinë dhe ta mësojmë se kush është shembulli i keq dhe pastaj që ne të largohemi dhe mos të ecim hapave të tyre dhe pastaj të bim në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruajt mu dhe juve. Vëllezër të nderuar, ndër shembujt më të keqi dhe modeli më i keq të cilin Allahu subhanahu wa taala na paralajmëron në Kur'an, është që të pasohet shejtani dhe grupi i tij. Pra të pasohet shejtani i mallkuar dhe grupi i tij. Dhe duke harruar urdhën e Allahut subhanahu wa taala, i cili na paralajmëroi në Kur'an dhe na tërhoqi vërejtën në Kur'an se shejtani është armik i juaj, edhe ju duhet mi konsideru si armik. Thot Allahu subhanahu wa taala për shejtanin në Kur'an: inna shejtana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Thot me të vërtetë shejtani është armik i juaj, prandaj edhe ju merrni për armik. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Thot me të vërtetë ai i thret grupin e tij, i thret pasuesit e tij që të jenë prej zjarrit të xhehenemit. Allahu na ruaj. Prandaj pasimi dhe ndjekja e shejtanit të mallkuar nuk sjell kurfar dobije dhe nuk largon kurfar dëmi. Përkundrazi pasimi i shejtanit të mallkuar sjell mërzi, sjell pikëllim, sjell keqardhje dhe sjell dëshpërim në ditën e gjykimit. A ditë kur shejtani distancohet prej atyre që e kanë pasur jetën e kësaj bote. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, thot wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr. Shejtani ju thot njerëzve, pra në xhehenem, duke ja mbajt një hutbe, pasi të përfundon gjykimi, pasi të hyjnë në xhehenem, thot inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Thot Allahu u pat premtuar premtimin hak, të vërtetë, në përmjet pejgamberëve dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E premtimi i vërtetë ka qenë se ka xhenet dhe ka xhehenem. Dhe se ata që e pasojnë Allahun kanë me hinë xhenet, dhe ata që e pasojnë shejtanin kanë me hinë zjarr. Por shejtani ja mon këtë hutbë siç na ka treguar Allahu në Kur'an. Pastaj u thot shejtani mallkuar: wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Thot edhe unë pa ta premtu juve,
Mirë po premtimi im nuk që i vërtet. Wa ma kana li aleikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dhe u thot shejtani mallkuar njerëzve në xhehenem, dhe unë nuk kam pas kur far pushteti dhe kur far forcë ndaj jush, përveç asaj që ju kum thirr dhe ju mu përgjigjet mua. Fela telumuni walumu anfusakum. Thot sot mos me qërtoni mua, mos ma drejtoni gishtin mu, por qërtoni vetëm se më keni pasu mu. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Thot shejtani mallkuar, sot në xhehenem, sot nuk muj me ju ndihmu juve, pas ju nuk mundi më ndihmu mu. Inni kathartu bima ashraktumuni min qabl. Thot unë mohoj ato që më keni shoqëru, më keni marrë në vend të Allahut për të adhuruar dhe më keni pasue. Inna adh-dhalimina lahum adhabun alim. Dhe me të vërtetë thot për zullumçarët, për ata që kanë bë kufër dhe shirk, Allahu na ruaj, thot ka me pas dënim të rëndë. Pa shikoni se si në ditën e kiametit shejtani i mallkuar distancohet prej atyre që kanë pasur këtë dynjë. Amo qëllimi i shejtanit në këtë dynjë ka qenë që sa më shumë me thirr njerëz për me gjunë xhehenem. Kështu që Allahu xhallahu ala në sa jetën na ka paralajmëru dhe na ka tërhiq vërejtjen që mos me jetë hapave të shejtanit dhe mos me pasu shejtanin e mallkuar. Prandaj shembulli më i keq dhe modeli më i trishtum është shejtani i mallkuar. Ai i cili të thirr, t'josh zbukuran dhe të thirr në hapat e tij që ty me të largu për rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu azza wa jalla na dërgoi Kur'anin, na zbriti librin dhe na dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të na paralajmëruar për shejtanin e mallkuar dhe për këtë shembull të keq dhe këtë model të trisht që Allahu na ruaj të jemi bashkë me të në zjarrin e xhehenemit. Pastaj vëllezër të nderuar, shembulli i dytë që Allahu subhanahu wa taala na ka paralajmëruar dhe na ka tërheqë vërejtjen që mos t'i pasojmë janë krerët, liderat dhe udhëhecat të cilët nuk ecin në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pra nuk dojnë me nipër rrugën e Allahut, nuk dojnë me ndëgju se Allah ka dërgu pejgamber. Dhe as nuk dojnë me ndëgju se Allah subhanahu wa taala ka zbrit libër nga qielli. Përkundrazi, ata e kanë vendosur veten e tyre në vend të Allahut. Dhe i thojnë Allahut ti vetë është në qiell ndërsa na vetëm tokë. Dhe Allah subhanahu wa taala tregoi tek popujt e kaluar, tek pejgamberët e cilët i kishte dërguar, se si paria dhe krerët e popujve kishin devijuar popujt të ndryshëm dhe i kishin larguar për rrugës së Allahut, dhe kështu ata krerë dhe udhëheca dhe lider kishin mbetur shembull i keq dhe i kishin mashtru shumë prej popullatës. Dhe Allahu na ruaj, tregon Allahu se edhe në botën tjetër do përfundojnë bashkë me ta në zjarrin e xhehenemit. Prandaj shumë njerëz Allahu na ruaj kur është në pyetje të udhëheca dhe liderat kanë një vështrim të shkurtër sa i përket realitetit të jetës së kësaj bote. Ata e shohin jetën e kësaj bote vetëm se interesi qastit. Domethënë lidhin besimin e tyre dhe pasimin e tyre me interesat e jetës së bote. Dhe i binden atyre dhe i respektojnë ata, edhe nëse është në pyetje kundërshtimi Allah subhanahu wa taala. Pro interesi dhe lakmia atyre ndaj jetës së bote ja u qarron atyre sytë e zemrës para se t'u qarrohen dhe vërbuhen sytë e ballit. Dhe i dhojnë përparësi atyre para respektit dhe bindjes dhe Allah subhanahu wa taala. Dhe thojnë dietarët se këta ndjekësit e bojnë këtë për dy shkaqe. E para friga nga fuqia e pushtetit ose ndeshkimi që mundet marrë për tyre. Dhe e dyta thët nga lakmia që ka në durët e tyne, për shkak se e fitojnë ndonjë pozitë ose ndonjë pasuri në jetën e kësaj bote. Mirë po besimtari
duhet ta shikon ato çka është në knatësinë e Allahut azza wa jall. Jo çka është në pozitat e jetës së bote, dhe jo çka është në xhepat e të tjerëve dhe në pasuritë e të tjerëve në jetën e kësaj bote. Nga kjo kanë thënë dietarët se këta ndjekësit, të cilët i pasojnë këta krerët dhe krylartët, në jetën e kësaj bote, thët u ashtojnë edhe me tepër atyre mendjemallësinë dhe në nshtrimin e tyre ndaj tyre. U ashtojnë mendjemallësinë se kur e shohin gjithë ata njerëz dhe popullat, ata njihen krenar dhe njihen mendjemdhej. Dhe kështu ata vazhdojnë udhëhecit në të kotën, dhe pastaj kështu domosdoshmë mashtrohen edhe pasuesit, mashtrohen edhe ndjekësit, dhe kështu largohen për rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Në ngjarje të tillë, sa i përket këtij shembullit, Allah azza wa jalla tregon për Faraunin në Kur'an që kishte arritur në këtë derexhe dhe në këtë shkallë dhe këtë nivel, saqë edhe kishte quajtur veten Zot dhe ju thoshte popullit të Egjiptit, ana rabbukumul a'la, unë jam Zoti juaj më i lartë. Pastaj Allahu tregon thot, fastakhaffa qawmahu fa'ata'uhu innahum kanu qawman fasiqin. Thot, ai e friksoi popullin e tij dhe ata ju bindën atij, dhe me të vërtetë ata kanë qenë popull i prishur. Dhe sa shembull i keq ka mbet Faraoni i mallkuar, nga se ai ka mbet të lexohet në librin e Allahut në Kur'an ngjarja e tij. Se si ka thirr njerëzit në adhurimin e tij dhe jo në adhurimin e Allahut. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an për Faraonin, fa'atba'u amra fir'aun. Thot dhe ata e pasuan urdhnin e Faraonit dhe rrugën e tij. Wama amru fir'aun bi rashid, mirë pa urdhrin e Faraonit. Dhe rruga e Faraonit nuk ka qenë rrugë drejt, thot Allahu. Yaqdumu qawmahu yawm al-qiyamati fa'awradahum an-nar. Thot do ju paraprim popullit të tij në ditën e gjykimit dhe do i gjunë në zjarrin e xhehenamit. Wa bi'sal wirdul mawrud, dhe sa vend i shëmtuar që është ai. Dhe thot Allahu gjithashtu waj'alna minhum a'immatan yahduna ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yunsarun. Dhe i kena bo prisa që udhëzojnë për zjarrin e xhehenamit dhe në ditën e kiametit nuk ndihmohen. Pa shiko shembull i keq vëllezër të nderuar. Shiko se si e kanë pësue populli Faraonit, dhe në ditën e gjykimit do e kenë Faraonin si pris për në zjarrin e xhehenamit, Allahu na ruajt. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër për disa njerëz tjetër, thot kur të ringjallën prej varreve të tyre, wa barazu lillahi jamia, dhe të gjithë dalin sheshazi për Allahut azza wa jall. Faqala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'a. Dhe ata të dobtit, pra ndjekësit, pasuesit, i thojnë atyre kryelartëve dhe atyre e prërve të tyre që i kanë pas, ne kemi qenë pasues të juve, fa hal antum mughnuna anna min adhabillahi min shay. A ka mundësi ju me na liru për një dënimit zjarrit, këtu që jemi duke u dënue. Faqala alladhina istakbaru, dhe ata që ishin kryelarë të thonë, law hadana Allahu la hadaynakum, sikur neve të na udhëzonte Allahu dhe ne do ju udhëzonum. Sawaun alejna ajazina am sabarna ma lana min mahis. Thot njëjtë është për neve, rënkojmë apo nuk rënkojmë, pra tregojmë të durushëm apo nuk tregojmë të durushëm, thot nuk ka kur far shpëtimi për neve. Pra Allah azza wa jall këtë ajet kuranor tregon se si të dobtit, pra ata ndjekësit, pasuesit, i kanë pasue liderët në atë që kanë kundërshtuar Allahun subhanahu wa taala. Këta kanë qenë të dobët mirë, po nuk kanë qenë të imponuar. Prandaj edhe ju kushton botën tjetër dhe nuk ju merret si arsyetim kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër kur tregon tash në zjarrin e xhehenamit. Wa hum yatahajjun fiha, thot dhe ata ngriten në zjarrin e xhehenamit. Pra paria dhe pasuesit. Faqala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru, pra këta që ishin të dobët, popullata u thonë atyre krerëve, thonë, a ka mundësi me na largu një pjesë të dënimit? Fa hal antum mughnuna anna nasiba min an-nar,
A ka mundësinë e pjesë dënimit me na heqë neve? Mirë, po shiko që i thonë, faqala alladhina istakbaru, thot u thonë krerët, dhe u thonë paria që kanë jetu në atë kohë, nuk ka mundësina me ju largu juve kur farë dënimi. Inna kullun fiha, zbashku të gjithë dhe qëndrojnë a këto. Inna Allahe kad hakeme bejnë i bad. Allahu ma ka gjyku sa i përket gjykimit e njerëzve. Po është vendos kush me nejnë gjehnem, Allahu në rujtë. Pra ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala në këto ajetet e surës Ghafir të regon se si kanë me diskutue dhe kanë me kërku ndim të populata, udhëhecave të tyre në jetën asoj bote. Dhe ata nuk kanë mundësim ju ndihmu atyre. Edhe lutja atyre dhe kërkesat e tyre janë vetëm dëshpërim dhe rënkim. Edhe nuk ka kur fa shpëtimi për ta. Nga se kanë qenë të thirrën për anës e Allahut, në përmjet pejgamberit alayhiselam Kur'anit dhe në përmjet hoxhallarëve që më u pasu rruga drejt Allahut subhanahu wa taala në këtë tokë. Për këtë arsye Allahu na ka dhënë mendjen me logjiku drejt dhe Allah subhanahu wa taala ka nështruar këtë gjithësi, edhe dillin e ka nështruar për njerëzin tokë dhe gjitha kushtet i ka kriju që ne ta adhurojmë vetëm Allahun subhanahu wa taala dhe mos largohemi prej rrugës së Allahut. Për këtë arsye ka dërguar pejgamber dhe i ka lënë shembull të mirë si që kemi shpjeguar në hutbën e kaluar. Prandaj kujdes o vëllai im i dashur, se ke po merr shembull, apo i merr pejgamber të Allahut, apo po e merr faraonin dhe llojin e faraonit, të cilët nuk e kanë njoft Allahun për Zot në qiell dhe e kanë konsideruar zota dhe ligjvendësa veten e tyre në tokë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit i dënon ta kështu dhe nuk ju ban dobi aja që kanë pas pozita ose pasuri ose pushtet në jetën e kësaj botës. Prandaj Allahu xhallahu ala i solli këta shembuj në Kur'an dhe i solli këto modele të këqija në mënyrë që njerëzit të ruhen dhe të kenë kujdes. Nga se nëpërmjet shembujve sqarohet edhe më mirë aja rreziku asaj në të cilën ata kanë pasuar dhe i kanë kundërshtuar Allahun azza wa jall dhe pejgamberin që Allahu kishte dërguar. Prandaj lutem Allahun azza wa jall që Allahu na ruan nga shembuj të tillë dhe lutem Allahun azza wa jall që të jemi rob të Allahut dhe të adhurojmë atë, të përulmi vetëm atij dhe të nështrojmë vetëm atij në jetën e kësaj bote, në mënyrë që kur dalim për Allahut të jetë Allah i kënaqur me neve dhe juve dhe të na pranon Allahu azza wa jall atë në nështrim dhe atë përulësi që ja kemi bërë atij dhe kemi tregu robërinë tonë ndaj tij dhe jo ndaj dikujt tjetër. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, prej shembujve të këqij apo modelit të keq që duhet gjithashtu ta kemi kujdes dhe mos ta pasojmë, është edhe shoqëria e keqe. Në gjuhën arabe është thonë as-sahibu sahib, thot shoku tërhiq, po shoku i mirë tërhiq për punë të mira. Tërhiq ka rruga Allahut, të thirr dhe të ngrej ka rruga Allahut xhelalu ala. Thotë ja shkojmë të falim një vakt, ja shkojmë xhami të bindëm Allah, pro të tërhiq në rrugën e Allahut. Ndërsa shoku i keq Allahu na ruajt edhe ai tërhiq. Mirë po tërhiq ka rruga e shejtanit. Tërhiq ka xhehenemi Allahut azza wa jall. Prandaj Allah azza wa jall tregon Kur'an thotë në ditën e Kiametit wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, të përkujtot ditën kur zullumçari do i ka fshot durët e tij nga trishtimi. Yaqulu ya lejteni ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, dhe do thot këtë ditë ai mirë sikur të kisha ndjek rrugën e pejgamberit. Ya waylata lejteni lam attakhidh fulanan khalila, ai mirë thot sikur mos ta kisha marr filanin për shok. Laqad adallani ani sabil, ma humbi rrugën. Ma humbi rrugën e udhëzimit pasi që i posh argumentet. Pasi që mund ndryshu rruga, ai më arsej. Devijaj. Dhe sot ai rënkan dhe dëshpërohet ditën kur nuk i ban dobi dëshpërtime. Për të arsye pejgamberi alayhis salam ka thonë el mar'u ala dini khalili.
ka thonë njeri është në fejnë e shokut vetë. Kështu që le të ketë kujdes se cili për ju se ke po shoqëron. E në veçanti sa vëllezër të nderuar, shoqëria është shumë e rëndësishme. A je në shoqërinë e cila thirr për tek Allahu, apo je në shoqërinë e cila të largon për rrugës të Allahut azza wa jall? Ti gjyko vetë. Ti peshoje vetë. Amo kujdes nëse je në dytën. Kujdes nëse je në shoqërinë që ta kanë harruar Allahun azza wa jall. Edhe ka harruar qëllimin për të cilin është kriju. Dhe qëllimin për të cilin ka ardhur në jetën e kësaj bote. Shikoj çfarë thotë Allahu në Kur'an. Ja ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. O ju besimtar, mos merrni rreth të afërt ata që nuk janë për jush. Pra Allah azza wa jall krijuesi kësaj gjësie, ai që të ka kriju ty, po të këshillon që me i marr për rreth të ngushtë besimtarët. Pra ai i cili tudhëhesh për ka xheneti Allahut subhanahu wa taala. Besimtari ka dy rrethe. Pra një rreth mirë edhe një rreth keq. Rrethi i mirë nxit për në rrugën e Allahut dhe rrethi i keq e nxit që të largohen nga rruga e Allahut. Prandaj ne do ta largojmë rrethin e keq dhe të afrohemi me rrethin e mirë dhe të rrijmë me ta dhe të shoqërohemi me ta dhe të shtohet numri i tyre në mënyrë që rrethi i mirë pastaj Allahu azza wa jall shon bereqet edhe ruheshti dhe ruhen familjet dhe ruhen evladet e kështu me radhë. Përndryshe nëse jam mbun rrethi i keq, atëherë Allahu na ruajt. Në më hanë nga të pëme se thot, shkon edhe aja që është e njuma. Pra në këtë ras nga atina të keqit, ka me shku edhe i miri dhe ka me pësu edhe i miri kështu me radhë. Pra ndaj të kemi shumë kujdes vëllezër të ndëruar dhe gjithashtu si këshill në përmbyllje të kësaj hutbe, thot Allahu azza wa jall wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Thot qëndroje veten e tonë, për qëndroje veten tonë basover me ata të cilët e lusin Zotin e tyre, krijuesin e tyre me ngjall dhe mbrëmje. Wala ta'du 'aynaka anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya. Dhe mos i hiq syt prej tyre duke kërkuar kënaqësitë e jetës asaj bote. Pasi që urdhon Allahu që me pasu shoqërinë e mirë dhe rrethin e mirë, pastaj Allahu azza wa jalla na ndalon vazhdim të jetës, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Dhe mos ju bind atij që ja kena mbyll zemrën e tij nga përkujtimi jon. Wa kana amruhu furata. Dhe punët e tij kanë shku hoq. Pra ka dështuar këtë dynjë e dështim i madh pret edhe në botën tjetër. Pra, ba sabër me ata që adhurojnë Allahun, ba sabër me këtë rreth, shoqërohu me ta, rri me ta, le të jenë këta shoqëria jote dhe rrethi yt, dhe ik prej rrethit e keq, nga se në ditën e gjykimit ki mu dëshpërue, edhe ki me ro pishman, edhe ki mu pendu, mirë po atë ditë pendimi nuk ba dobi nga se ka përfundu çdo gjë. Prandaj lutem Allahun azza wa jall që ti marrëm shembull të mirë pejgamberët e Allahut, ti marrëm sahabët, dietarët dhe njerëzit e mirë, dhe e lutem Allahun që të na ruaj nga shembujt e keq. Dhe e lutem Allahun që lewala në këtë ditë xhumoj në këtë hutbe, që Allahu na ruaj nga shejtani dhe shoqëria e tij dhe ushtria e tij. E lutem Allahun azza wa jall që mos na bën nga pasuesit e tij. E lutem Allahun subhanahu wa taala që ta kemi parasysh ajetin ku Allahu thot shejtani është armik i juaj, e konsideroni ju armik. E lutem Allahun azza wa jall që mos na ban Allahu pasues të atyre që e kanë zemruar Allahun azza wa jall me krye lartësinë e tyre në këtë dynjë, duke mos e njoft hakun e Allahut, dhe duke mos e njoft hakun e robëve të Allahut subhanahu wa taala, dhe duke mos e njoft fenë Allahu subhanahu wa taala. E lutem Allahun mos na bë prej tyre. E lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu na mëson me jetu me Islam, dhe me vdek me Islam, dhe më rinjall me Islam me pejgamberët e Allahut. الله يشرب من جنات. يقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.